Ky emision mundësohet nga Shëndetje zëri Bekim. Shëndetje. Si e? Mirë, faleminderit. Në krahasim me emisione tjera, ne jemi tash të ndaluar me vetur, shkaku asaj se ju japim një mesazh qytetarëve që mos bëjnë harxhime të naftës pa nevojë, që nëse mund të organizojmë emisionin para qeverisë, atëherë pse jo? Po patjetër. Jemi në fazën e kur duhet të kursejmë. Po patjetër. Një hap i vogël i joni është shumë i madh nëse e bëjnë të gjithë. Ashtu është. Pajtohem plotësisht. Do të mësohemi që gjithë ne jemi pjesë e një shoqërie më të gjanë. Çdo vepër e jona është një model edhe për tjerët. Po patjetër. Në këtë emision besoj që do të japim mesazh edhe te shikuesit tuaj se do të gjejmë forma të kursimit. Mos të bëjmë harxhime jo për shkak se mund ta përballojmë ne individualisht. Po e mira e përgjithshme shoqërore çka është. Nëse kursimi në naftë në këtë rast ose në energjens të ndryshëm është në interes të përgjithshëm, duhet ta kursejmë. Qoftë elektrik, qoftë materie lëndë djegëse për veturat apo diçka tjetër, është mirë të gjejmë formën se si do të kursejmë, duke pas parasysh tash edhe se vjen sezoni i pranverës, verës, ngrohet koha, është mirë edhe të mësojmë edhe të ecim pak më tepër. Nëse nuk kemi obligime natyrisht që na obligojnë që na lidhin me veturën, apo të gjejmë edhe mjete tjera transportuese. Po, unë e vlerësoj se bashkangjitesh te mesazhi im, po tash të nisim. Unë stilin e emisionit e kam të tillë që jam shumë i lirë edhe ndoshta e kam vërejt shikuesit se të drejtova me Bekim. Edhe po paraprakisht mora leje normalisht. Para se me nis me politikë që mendohet që jetë ajo pjesa e fortë e emisionit, dua të pyes një pyetje shumë të thellë dhe personale. Nëse sot do ishte dita jote e fundit, si do ta shpenzoje? Çka do të bëj? E fundit në detyrë apo e jetës? E jetës. E jetës. Në detyrë nuk është big deal. Po varet në çfarë rrethana do të isha. Nëse jam i pa lëvizshëm dhe i pa aftë, po supozojmë në spital apo mjedis tjetër, ndoshta do ta kisha thënë fjalën më të mirë të mundshme, si mesazh, si fjalë. Po varet edhe do të kem dikën afër. Domethënë janë më shumë rrethana, po do të mundohesha që vepra ime e fundit të jetë më e mira që e kam bërë në jetën time. Në rrethanat që i kam, është një hadith ku thuhet, dhe ajo është një mesazh shumë i fortë për njerëzimin, domethënë edhe nëse ndodh kataklizma, dita e fundit e botës dhe gjithçka po shkatërrohet, ju mbjellni një fidan. Domethënë mundohuni që vepra juaj e fundit të jetë më e mira në ato rrethana që jetoni. Siç e thash edhe më herët, nëse kam mundësi të flas, do ta kisha fol fjalën më të mirë. Nëse kam mundësi të veproj, do ta kisha bërë veprën më të mirë, tash varet pe rrethanave, që jo se do ta ndryshon botën ajo, gjendjen e botës, por disi të paraqitemi në botën tjetër për ata që besojnë, të paraqitemi me veprën e fundit të mirë që e kemi bërë. Okej. Më pëlqen mënyra se si e mbështete me pjesën e hadithit dhe Kuranit. Vleni si është? Vleni mirë po e ndërtojmë çdo ditë më shumë. Mendoj se jemi duke bërë vepër shumë të mirë dhe të rëndësishme për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, për shkak se të merresh me politikë duhet me patjetër detyrimisht të kesh në vete të instaluar atë ndjenjen e përgjithshme, më gjanë, jashtë vetvetes, jashtë rrethit me të cilin komunikon, jashtë organizatës të cilën e ke, qoftë ajo parti politike, organizatë jo formale politike, qoftë ajo një think tank, çka do qoftë.
nëse kontributi është në interes të përgjithshëm, do duhet brenda kohës të jetë i instaluar edhe ndjenja e përgjithshme. Ku është interesi më i madh, aty duhet të jetë edhe trajektoria e lëvizjes tënde të grupit e kështu me radhë. Edhe unë mendoj se në Vlen jemi duke e dhënë këtë mesazh dhe jemi duke konfirmuar atë që kemi thënë në fillim, se Vleni është një ndryshim i ri në skenën politike. Për arsye se e dim, 35 vite kanë kaluar nga pluralizmi në vendin tonë dhe kohë mbas kohe kemi pa shumë lëvizje politike, shumë parti politike janë themelu, janë nda, nuk ekzistojnë disa prej tyre, disi mbijetojnë, por të gjitha këto ka qenë një fenomen që i ka lidh mes vete, kanë qenë në parim interese të ngushta të grupeve të cilët kanë udhëheq partinë politike. O kështu bëhet, o ndryshe s'bëhet. Okay. Edhe ne, si përfaqësues politik, natyrisht se kemi pas sfida në gjatë këtij rrugtimi politik, nuk mund të them se ka qenë gjithçka ideale, gjithmonë unifikuese, ne i kemi kalu gjitha sfidat që mund t'i kaloj një politikan ose një grupacion politik, parti politike, dhe çmimin e kësaj e kemi pagu. Unë mendoj se e kemi pagu dhe po në të njëjtën kohë edhe derisa e kemi pagu edhe e kemi mësu. E kemi marrë mesazhin se me ndarje nuk bëjmë asgjë, as për veten, as për tjerët, dhe pas kësaj besoj që me formimin e Vlenit, me iniciativat që i kemi marrë fillimisht për të bashku atë që është nda më herët dhe pastaj duke thirrë edhe individ, përfaqësues politik tjera, apo grupe tjera politike t'i bashkangjiten kësaj nisme politike. Se ju shkoj shka gjatë. Sot quhet Vlen. Se domethënë pse është e rëndë që 4-5 veta të bëjnë një nismë të fuqishme, si thoni ju, për më shumë se 24 muaj. Nuk jam marrë me këtë analizë, është momentale tash që po më parashton si pyetje dhe është interesant të mendohet në këtë drejtim, pse kaq gjatë, kur gjithë ne kemi dhënë mesazhe po. Po, gjatë gjithë kohës, po. Nga një anë, unë besoj se është mirë, për shkak se i ka shërby më tepër shtimit të besimit mes aktorëve politik. Nga ana tjetër, unë edhe jam i thari i mendimit se punët e mira vijnë vërtet ngadalë. Nuk duhet nxitohet, për arsye se çdo bashkim i shpejt duke e tejkalu natyrën e materjes, qoftë ndonjë trup, qoftë individ, qofshin ato parti politike, për shembull, nëse ne procesin normal e përshpejtojmë për shkak të diçkaje, mund të jetë ndoshta në të ardhmen një arsye për ndarje pastaj, për shkak se nuk është definuar ndonjë moment, nuk janë definu politikat, organizimi i brendshëm, përcaktimet politike, metoda e funksionimit, funksionimi i brendshëm, organizimi, pozicionimi, ideologjia politike që është shumë e rëndësishme edhe pse ne nuk flitet për te. Nuk flitet për te, po në fakt ndarjet ndodhin për shkak bindjeve politike, ideologjisë politike, dhe duke i dashur të kalojmë gjitha këto, na është dashur edhe kohë për të sjellë një vendim të këtillë. Edhe unë nuk jam, domethënë, mendoj se kemi bërë një hap të mirë, për shkak se në politikë, siç e thënë edhe më herët, duhet të japim mesazh të unifikimit, të interesit përgjithshëm, ta tejkalojmë vetveten, të jemi të gatshëm, për shkak se deklarativisht ne i themi, po në vepër disi nuk po mund të sjellim këto vendime. Ne themi jam i përkohshëm, ne gjithë jemi të përkohshëm, mirë po deri sot, të jemi sinqert, nuk mbaj mend që dikush është tërhequr nga një pozitë për shkak të një procesi. Okay. Dhe këtu pa dash të bëj tifozeria, po për të promovu individ, po thjesht e përmend për shkak se është një iniciativë, një individ i cili ka sjell këtë lloj vendimi.
dhe duke dashur të japim mesazh se ne jemi vërtet ndryshueshëm dhe duhet të kemi një stop në moment të caktuar ku vlerësojmë se tjetri duhet ta vazhdojë. Ndoshta jo më i mirë, po ne kemi dhënë aq sa kemi mund të japim. Okay. Është Zeqeria Ibrahimi, që kam shok, mik, bashkëudhëtar politik, e konsideroj ideolog politik timin, po edhe të një grupi të madh që merren sot me politikë, për shkak se po të mos kishte qenë bindja e tij politike, unë me siguri sot do të isha ende një dentist, një stomatolog që do të funksionoj për vetveten, domethënë për profesionin tim do ta kisha ushtruar dhe do të isha i motivuar për ta rregulluar jetën time private, familjare, ndoshta shoqërinë e afërt për ta ndihmuar Rrethin e ngushtë. në forma të ndryshme, po do të ishte një rreth shumë i ngushtë. Okay. Nuk do të ishte një kontribut kaq i gjerë për gjithë banorët e këtij vendi, pa marrë parasysh një bindje fetare ideologjike kështu me radhë. Dhe Zëqëria me dhënien e dorëheqjes prej kryetarit partisë dhe lënjes hapësirës për të marrur detyrën si ushtrues detyre, mendoj se e dha mesazhin se si duhet veprohet në politikë, gjithçka e mundur nesër unë do ta bëj atë. Po. Pas nesër dikush tjetër do ta bëj. Dhe në momentin kur ju e bëni një hap që nuk është standard, thonë unë nuk mbaj mend spaku që një kryetar partie të ketë dhënë dorëheqje në periudha paqe, në rrethana të qetësisë brenda partisë, në momente kur partia është shumë e unifikuar, domethënë nuk ka asnjë kundërthënie, kundërshtime, probleme të brendshme kështu me radhë, domethënë Në kulmin e pushtetit. në kulmin e pushtetit jep dorëheqje dhe thot unë atë që kisha për ta dhënë e dhash, mendoj se tash do ta merr dikush tjetër dhe atë do ta ndihmoj tash. Domethënë jo të tërhiqem nga jeta politike për shkak se kam obligime familjare, siç dim ne shpesh ta lexojmë për shkaqe shëndetësore e kështu me radhë, por procesin do ta ndihmoj tash nga një pozitë tjetër. Për jashtë. Që unë mendoj se njerëzit e skenës politike nuk kanë mundësi të japin më tepër se 4-5 vite. Okay. Të japin skenës. Se ndonjëherë ju keni edhe 3 vjet. Po nuk kisha thënë. Nuk kisha thënë për shkak Është edhe më se shkurt? mund të jetë edhe më shkurt, mund të jetë edhe më gjatë. Tash varësisht prej rrethanave politike, edhe nëse është ndonjëherë keni për të dhënë diçka, por rrethanat nuk janë. Okay. Nuk e mundsojnë atë nektarin e kontributit individual, grupor ta jepni, dhe e pritni momentin kur ai moment do t'ju mundsoj që ju t'jepni maksimumin tuaj dhe do të tërhiqeni. Po ju jeni ajo letër lakmuse. Okay. Nuk do të presim ne që opinionit na thot hiqu mase na lodhe, e ke uzurpu skenën politike, nuk jetu lanë hapësirë për tjerët, ka shumë tri që vinë. Tash kur i përmenda trit, në një moment edhe duhet ta plotësoj këtë mënyrë të menduarit për obligimet shoqërore e gjeneratës time që jam i gjeneratës 78-80, dallon shumë me gjeneratën që ka lindur mbas 92 tresht. Ne kemi kushtimisht thënë 2 bota të ndryshme. Për shkak se pjekurin ne arritëm në periudhën 97-8, Po, në turbullirat e Ballkanit, problematike në Ballkan. në turbullirat e Ballkanit dhe ne deshëm apo s'deshëm, ne kemi në vete mbartim disa informacione të cilat te gjenerata tjetër e 92, 3, 4 dhe që pjekurinë e tyre, më thonë, pjekurinë 18-20 vjet e kanë arritë në vitin 2003, 4, 5, më falni, 93 dikun 2012, nuk mund të flasim për temat e njëjta. Njëjtë si unë nuk mund të flas me ju për temat e njëjta. Dhe ata sot janë 30 vjeçar, Po. kanë arrit pjekurinë, Po. dhe një 30 vjeçar i sotëm, ose 35 vjeçar i sotëm, nuk mendon si unë sot që kam 47.
Okej. Po. Ne kemi formime të ndryshme, ne mbartim informacione të ndryshme, ne kemi Background të ndryshëm. përvoja, Po. background e informacione të ndryshme, Po. ne kemi kulturë tjetër të informimit dhe përcjelljes informacionit. Dhe prandaj unë mendoj se ne nuk duhet të jemi pengesë për këto gjenerata që të jenë kreatorët e ri të politikës. Okej. Nëse gjenerata ime plus minus 5 kemi disa tema me të cilat ne i trajtojmë, gjenerata që është 10-15 vite që ka lind pas nesh, ka informacione krejt tjera, ka qasje krejt tjetër. Te vleni çto desha të ndërprerë diçka? Kur sot bota merret me zhvillimin e teknologjisë, me programime të ndryshme, domethënë me planifikime shoqërore që kanë të bëjnë me formim tjetër socio-ekonomik shoqëror, ne ende merremi me sendet elementare dhe gëzohemi që kemi bërë disa punë që për këto gjenerata janë të pakuptimta. Okej. Po, Siç për janë mua. ato klasike Po. të zgjedhjeve lokale. Po. Ne nuk flasim asnjëherë për zhvillim demografik të një zone, nuk flasim për këto temë, ne flasim për ujësjellsin, kanalizimin, asfaltimin, do e bëjmë urën më të gjanë, më të sigurt, më këtë matë. Dhe janë çështje teknike, bazike, teknike që unë i konsideroj se duhet një gjenerat pas nesh të merret me ato tema, t'i fshi njëre për gjithmonë dhe të filloj të merret vërtet me temat që i ka bazë të vetat. Tek vleni tash. A keni besim të njëri tjetri? Është besim në organizim për shkak se kanë kalu 2 vjet. Okej. Domethënë 2 vite të bashkëqeverisjes dhe 1 vit e gjysmë parafërsisht është nga iniciativat e para për të formuar vlenin dhe kemi pas 2 cikle zgjedhore në të cilat e kemi dëshmuar unitetin e vlenit. Kemi punu për listat zgjedhore ku ndoshta nuk kemi qenë prioritet, tash flasim si grupi alternativ. Përkatës si një partije politike që është pjesë e vlenit. Kemi punu për grupe tjera, domethënë për listën zgjedhore të këshilltarëve, që ndoshta Bartës ka qenë dikush nga partia tjetër, kandidati ka qenë i vlenit i përgjithshëm apo ka qenë i një partije tjetër. Dhe këtë akull që ka qenë vështirë i thyeshëm për opinionin, ne kemi thy me lehtësi për shkak se kemi gjetë modusin e funksionimit, natyrisht duke mbjell besimin brenda nesh, dhe unë besoj se kemi arrit në nivelin ku duhet veç ma ato mikrodallime që i kemi mes vetë ti të i kalëm, duke pas parasysh se tash sikur që fola pak më herët për formimin individual njerëzve, kemi edhe formime politike, domethënë, kemi edhe formime organizative që janë të ndryshme. Asnjë parti me tjetër nuk ngjason dhe secila nga partit ka një grupacion, një grup mbrenda që e ka organizu dhe ka formu një bindje politike, një mënyrë të vepruarit politik. Mbas kësaj, e ka edhe grupin i cili e voton atë. Okej, votuesi, po, normal. Mbështetësit. Votuesi, aktivistët. Zakonisht votën atë amanetin që unë e them, amanetin ja jep dikujt që është i parafort me bindjet e tij. Po, normalisht. E tash, nëse flasim për 4 parti politike, secili e ka trupin votues të vetin, për secilin grup dikush kur e ka dhënë votën në vend votim, ka bën ndarje mes njërit dhe tjetrit, për arsye se një votë e ka pas, s'ka pas shumë vota. Dhe shkrirja e këtij trupi, bashkimi në një organizatë përbashkët nuk ka qenë proces i lehtë, domethënë shpesh herë ne flasim për 4 trupa të ndryshëm. Dhe kemi arrit që këtë brenda kohës, siç e theka më herët, me 2 cikle zgjedhore i kalojmë ato dallimet tona organizative brenda, dhe natyrisht duke e mbajtë edhe bazën me të cilën ne jemi formuar, pra se unë personalisht jam në skenën politike duke 12 vite. Domethënë, për këto 12 vite është e natyrshme që kemi kriju një formë të veprimit politik dhe tash e kemi unifikuar në një familje më të madhe.
dhe besoj që këtë kontribut do të vazhdojmë të japim më të tjenë. A është mungesë mirëbesimi mes vete një parti me 2 kryetar? Është një formë e re e veprimit, diçka që nuk e kemi ndëgjuar më herët, domethënë nuk është praktik te ne. Skenat politike jashtë vendit ton e njohin këtë lloj formimi. Është e zakonshme në momentet kur bëhet një koalicion në të cilën shkrihen 2 Transformimi i madh. transformime të mëdha brenda organizatave politike dhe për shkak se i duhet kohë më tepër, Okej. ne e dini kishim propozim tjetër, po ajo natyrisht brenda kohës u absolvua si temë dhe nuk do t'i kthehemi asaj, por erdhëm disi në këtë përfundim se duhet të ketë 2 kryetar, një mandat do ta çojmë ashtu, të shohim më tutje si do të veprohet, natyrisht duke pas kujdes se duhet të ndahen detyrat. Dhe obligimet. Detyrat dhe obligimet natyrisht edhe këtu do duhet të kemi kujdes në këtë pjesë, që besoj se do të ketë mirë kuptim dhe funksionim me kohezion të mirë brenda strukturave të cilat do ta përkrajnë këtë iniciativë. Besoj se do të shtym, si thonë, deri në kongresin e parë të ardhshëm mbas kësaj iniciative që do ta ndërmarrim tash në muajin maj. Tash domethënë kongresi i parë është në maj. Po. Ky është kuvendi themelues, po ne do ta quajmë si kongresi i parë. Okej. Domethënë vleni lind në kongresin e parë. Ashtu, po. Okej, shumë mirë. Tash në qeveri, domethënë vleni në qeveri është shumë e rëndësishme ta bëjmë një thatë se keni përvojë 12 vjet, tregom si e sheti vlenin që 2 vjet, edhe për jashtë, edhe për brenda, normalisht. Po për brenda ke më shumë informacione edhe tregom shqiptarët çfarë pozite janë që 2 vjet. Në pjesën ekzekutive nëse flasim. Po. Kështu, gjatë formimit këtij koalicioni, kësaj qeverie, kemi pas një parim që pozitat të cilat shqiptarët tradicionalisht i kanë pas, të vazhdojnë t'i kenë. Okej. Domethënë mos ketë ndryshime në pozita. Kryetari i kuvendit, zëvendës kryeministri i parë, Kryeministri i parë, zëvendës kryeministër për politikat të mira vazhdojmë ta kemi si pozitë. Dhe zëvendës ministrat kemi në disa resore në të cilat edhe më herët kemi pas, ose ndoshta kemi bë kombinim mirë, po duke pas kujdes që mos të ketë rënje edhe në aspektin kuantitativ, po edhe kualitativ. Tash jemi të vetëdijshëm se është një periudhë e vështirë për të promovuar diçka në të cilën pala tjetër, e cila është në opozitë për momentin, nuk ndalon duke bë propagandë në të cilën, për fat të mirë, asnjëra nga propagandat nuk ka qenë reale, e vërtetë. Dhe në fund ka rezultuar se gjithçka ka qenë propagandë dhe fundi është bërë në të mirën e qytetarëve. Këtu kemi disa cikle, disa raste që mund t'i përmendim, po mos ta ngarkojmë emisionin se i ke edhe pak më janë të njohura vetëm ato. Dhe opinioni është shumë mirë i njohur. E fundit ishte çështja e sistematizimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, me të cilën sistematizim besojmë se do të jetë më efikas. Duke pas parasysh ajo tash gjeneratat apo MPB-ja e gjeneratave të vjetra dhe MPB-ja me teknologji të zhvilluar, me informim në kohë, me informim të saktë, për shembull projekti Safe City. Në një rast e parashtrova një pyetje, thash nëse bëhen 153.000 kundërvajtje në Shkup brenda 24 orësh, sa polic do duhesh t'i kemi, sa ekipe, sa patrolla dhe vetura zyrtare të policisë do duhesh t'i kemi rrugëve të Shkupit, që numri prej 153.000 brenda 3 muajsh apo brenda 2 muajsh të testimit të bie në 500. Okej. Sa ekipe duhesh t'i kemi? Krejt shtetin policë. Unë mendoj se duhesh t'i kemi 2000 polic aktiv në teren dhe të qëndronin në pika të ndjeshme ku ka pas shumë aksidente të kaluara, që të mundesh te ky numër i madh brenda 2 muajsh të bie në 500. Okej.
Dhe kjo mundësoa me sistemin Safe City. Ne e dim se aty kishte shumë propagandë, se është më tepër e shtrirë në zonat ku jetojnë shqiptarët e kështu me radhë. Mirë po mapa, e cila është transparente, edhe e cila mund të shihet edhe në aplikacionet online, që mund t'i zbresin qytetarët, shihet se këto pika janë pikat më të ndjeshme në të cilat statistikisht në të Ka kaluar ndodhur gabim. ka pas më tepër kundërvajtje. Okej. Aksidente, kundërvajtje, pasoja në njerëz e kështu me radhë. Dhe këto kanë qenë zonat e para në të cilat është investuar natyrisht dhe janë instalu këto masa parandaluese dhe sot kemi një statistikë interesante që pas 4 muajsh instalimi, sot flasim për maksimum 200 kundërvajtje brenda qytetit të Shkupit. Okej. 200. Dhe ato janë kundërvajtje të tipit, nëse kufizimi është 50, 55, shoferi ka vëzit po. 55, Po. mirë po 80 nuk ka. Okej. Nuk ka kundërvajtje të nivelit të sjelljes së rrezikut në nivel të lartë. Për shembull, e kishim një statistik para 2 javësh në qendrën e urgjencës, që është në qendër klinike universitare në Shkup, ku ne kemi 0 Aksident. rast. 0 raste të aksidenteve me trauma që janë sjell dhe qoftë më larg me vdekje. Po. Më thonë, nëse viti 2024 ka pas 23 raste, nëse nuk gabojmë 23 raste ka pas me pasoja Fatalist, ha? fatale Vdekje. në vit, Okej. në këtë periudhë kemi 0 për 4 muaj. Po. Duke pas parasysh se instalimi është lëshuar në përdorim në periudhën më të ndjeshme dimrit, ku ka Po. ngrica, ka Pjesa testuese ishte dhjetori. dhjetori dhe janari, dhe pej një shkurti filloi të implementohet me rregullat edhe të dënimeve. Dhe nëse e shohim këtë efekt, unë e quaj këtë si një hap, një projekt i cili i takon gjeneratës së re. Po, me Dhe teknologji. ky sistematizim i ri i MPB-s është në shërbim të qytetarëve më tepër. Sistematizimin e MPB-s në Gostivar thonë dhe diftoi komiteri. do ta shohim që çka do të ndodhje, Dhe po shohim, mirë po, ne në këtë rast kemi disa avancime që janë në interes të qytetarëve shqiptar, ku vendbanimet janë më tepër populluara me shqiptar, dhe kemi ruajt pozitën e njëjtë të zonës së Dibrës, për të cilën kishte aq shumë propagandë, se që ne nuk mundeshim t'i bindim qytetarët dhe kundërshtarët tanë politik, oponentët politik, se nuk do të ketë asnjë lëshim atje. okej. Do të thënë, lidhur me pyetjen tuaj se si vleni funksionon, do të thënë, unë vlerësoj se ky funksionim është më i mirë në aspektin e përmirësimit të Jetës. jetës, Të qytetarëve, ligjeve po. dhe standardit në të cilën jetojnë qytetarët. Do të thënë, kemi shumë kujdes në inflacion i cili ndodh në gjithë botën, nuk ndodh vetëm te ne. Po. Merren masa në kohë, sikur që është tema me të cilën e filluam Po. emisioni e sotëm, karburantët të cilët ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës dhe në shtrëngtimin e çmimeve në përgjithësi, për arsye se gjithçka fillon me transportin, Po, edhe normal. ushqimi edhe Po. gjithçka. Ajo zinxhir, çdo gjë Lidhet lidhet pastaj pastaj me çmimin Dhe e kemi naftës. qenë të kujdesshëm, jam marrë masat e para. Kjo është vetëm hapi i parë që është ndërmarrë, ka edhe 2-3 masa tjera të cilat mund të ndërmerren dhe qeveria është e gatshme të ndërmerrë në momentin kur ka rritje edhe më tepër Okej. e çmimeve të Shpresoj të mos ketë. Shpresoj mos i merrni ata Shpresojmë, masa. shpresojmë edhe arsyeja për ngritjen e këtyre çmimeve të përmbyllet lufta. Aktuale është korridori 8, që mbron më bo temë shumë e madhe, edhe është e pashmangshme që ta diskutojmë, që ta dëgjoj qëndrimin tonë si të parin e shqiptarëve në qeveri. Tregom çka do ndodhje, çka është ajo puna si devijohet rruga, nuk shkon struk, nuk shkon noha. Thjesht për opinionin Po, patjetër. qytetar, për arsye se politikanët mjetin e vetëm për fat keq opozita e ka propagandën. Okej. Një projekt i cili ka
prioritet të NATO-s Okej. dhe të Unionit Evropian. Po. A mundemi ne ta ndryshojmë? Nuk besoj se mundet Nuk në Maqedonia. Nuk mendoj se ne kemi kapacitet të atill politik për të ndryshuar një projekt që ka interes prioritar të NATO-s. Domethënë nuk bëhet ndryshimi. Dhe realizuesi këtyre punimeve, këtij projekti është një kompani multinacionale Që vjen për një që shteti është me të bazë NATO. nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithë kjo propagandë, unë e kuptoj se oponentët politik duhet të bëjnë diçka. Kur nuk ke politika të shëndosha për të kriju dhe për të kritiku, do të merresh me propagandë. Okej. Mirë, po ne nuk duhet të jemi prej kësaj. Patjetër, Po, po si ju se- duhet të dilni dhe të theni këto që pyet atash. Ata i kanë kaluar fazat e bërjes politik dhe duhet ta dinë se për disa çështje nuk duhet diskutohet. Okej. Janë në interes përgjithshëm, edhe shtetëror, edhe rajonal, edhe me partnerët tanë strategjik. Okej. Kështu që është mëkat të keqpërdoret besimi dhe instrumentet, mjetet të cilët i shfrytëzojnë popullata masovikisht, siç janë portalet të ndryshme, rrjetet sociale e kështu me radhë, të keqpërdoret kjo hapësirë për të bërë propagandë. Okej. Për arsye se asnjë propagandë deri sot nuk i doli e vërtetë dhe është mirë me këso sende të llojit të ndryshimit të trasave, rrugëve kështu me radhë. Domethënë duhet flemë rahat se nuk ndryshon trasa. Po ne kemi patjetër të flemë rahat. Okej. Për arsye se nuk jemi ne ata të cilët e bëjmë këtë. Okej. Domethënë projekti që nis ai do të vazhdojë. Ky është mesazhi jot. Është shumë e qartë do të jetë. Shumë mirë. Mirë, domethënë nëse ndodh kjo, do vi deri në qeveri dorën do ta jap. Po e tash do apo kur do realizohet. Kur do realizohet. Okej. Shkojmë bashkë në misionin e radhës dhe ecim nëpër korridorin 8 dhe të kalojmë nëpër struk. Patjetër. Diçka që desha, domethënë ti je edhe ministri i integrimeve. Përveç se zëvendës kryeministër, dy detyra. Tek pjesa e integrimeve, a beson se ne shqiptarët jemi peng i politikës me inate ndaj Greqisë 20 vjet, tash me Bullgarinë 3 vjet, 4 vjet sa. Me Bullgarinë është më gjatë. Do të thonë nuk është 3-4 vite. Prej kohës më hersh, me qeverisë më hersh. Kështu, nëse e shohim interesin ton etnik, Okej. unë mund të them se shqiptarët e Maqedonisë Veriut janë të lidhur me një proces të cilin, Okej. për shkak të raporteve të brendshme shtetërore, ne jemi duke prit. Okej. Mos ta them peng, po jemi duke prit gjatë kohë. Procesi i ndrimit të emrit, integrimi jonë në NATO e ka kushtuar këtë shtet në të cilin jetojmë ne, e ka kushtuar me ndrim të emrit. Po. Po cili është çmimi me të cilin do duhet ne ta tejkalojmë krizën apo pengesën që e kemi me Bullgarinë tash? Janë ndryshimet kushtetuese. Në parim unë këtë e them gjithmonë, gjithkohës, se ndryshimet kushtetuese do të bëhen me njëherë, shumë lehtë. Edhe pse disi në formë tjetër e përshkruajnë deklaratat e kryeministit të cilat i jep, ai ka thënë asnjëherë nuk hym në Unionin Evropian. Nuk është e vërtetë. Thonë, ndryshimet kushtetuese janë procedurë e lehtë për të bërë nëse ne marrim sinjale dhe marrim komunikim. Nga BE apo nga Bullgaria? Komunikim të shëndosh nga Bullgaria se kjo është ajo kërkesa të cilën vërtet ata e kanë me domethënie. Okej. Domethënë neve E na kanë duhet të çajo. rëndësishme. Po ato thonë neve na duhet çajo. Por në momente kur nuk keni palë, nuk ka qeveri stabile në Bullgari, për 6 Okej. vitet e fundit ka pas dikun 7 cikle Zgjedhje çdo 6 muaj. Dhe kur politikanët e atjeshëm e shfrytëzojnë temën Maqedoni për të ngritë rejtingun e tyre, Për ne nuk zgjedhje. kemi hapësirë për të diskutuar Okej. se si do të bëjmë çështjen e integrimit e Domethënë tash në këtë Ata temë duhet përkrajnë ose jo. një qeveri e shëndosh andej edhe kryej. Neve na duhet një qeveri e shëndosh në të cilën ne si palë, Okej. si fqinj të parë, do të diskutojmë me ata dhe definojmë se kjo është përkrahja nëse bëhen ndryshimet kushtetuese. Okej. Mirë po, do të ta kuptojmë edhe një gjë. Ndryshimet kushtetuese nuk bëhen pa përkrahjen masovike të palës maqedone në vendin tonë. Normal. Ne nuk mund t'i bëjmë vetë. Ne, sikur t'ishte për ne, unë besoj se ne se do t'i kishim bërë. Po. Mirë po, duhet një konsenzus i mbrendshëm
dhe që është në interes të shtetit. A mendon se mund të arrihet? Unë jam optimist për arsye se edhe politika në momentet caktuara e kupton se duhet të bëhen kompromise me patjetër. Okej. Ka qenë e pa kuptim, ndoshta para 20 viteve të kishim fol për ndryshimin e emrit të shtetit. Po, normalisht, po. Erdhi, ndryshoi, shkon NATO. Politike në të cilat po u sollai vendim dhe u integruam. Sot jemi pjesë e NATO-s, jemi pjesë e plot fuqishme e NATO-s dhe kontribuojmë ashtu siç na takon si antare e plot. Dhe unë besoj se një ditë do të vim deri në këtë fazë dhe do të jemi pjesë e Unionit Evropian me gjitha privilegjet dhe obligimet të cilat do t'i kemi si antare e plot.